Mendjen e ndau ndaj destinacionin e pati të qartë. Për rreth shtëpive të caqeve të tij u end me vetur, por kur aty nuk i pa, rastit nuk ja la, andaj në telefon i mori. Nga i riu që do të bëhej dorasi i tyre, Regjepe Albison Shlivova pranua një thirrje pas së cilës dolën të pinë kafe këtu në Klinë, e që do të ishte edhe fundit për ta. 19 vjeçari Jon Hoti nuk shkoi duar thatë për t'u takuar me ata që në plan e pati t'u marr jetën. Kështu të paktën është shkruar në akt akuzën që të hënën e ngriti Prokuroria Themelore e Pejës për ngjarjen e ndodhur me 13 nëntor të vitit të kaluar. I kthyer me shpinë ka viktima, e nxjerr armën nga brendia e gjaketës, e repeton e më pas kthehet në drejtim të viktimave, duke shënë 3 herë. Në momentin e fundit, Regjepi u mundua ta ndalë tragjedinë. Sipas aktit akuzues, ai u hedh mbi armën e të pandehurit, e kur ajo ra në tokë, i dyshuari iku nga vendi i ngjarjes. Të tjerët që ishin në lokal mbase i shpëtoi, por vetën jo. Për shkak të plagëve të marra nga arma e zjarrit, ndron jetë në vendin e ngjarjes viktima Albison Shlivova, kurse viktima Regjep Shlivova dërgohet në spitalin rajonal të Pejës, ku gjatë rrugës ka ndruar jetë dhe arrin në spital pa shenja jete. Krejt ky moment kritik u kap nga kamerat e sigurisë, të cilat janë pjesë e dosjes që do të shqyrtohet në procesin e gjykimit, që pritet të fillojë shpejt. E ku përveç për vrasje të rënd, i riu do të gjykohet edhe për armbajtje pa leje. Por asnjërin vepër nuk kishte folur vetë 19 vjeçari, veçse në seancën për caktimin e paraburgimit i kishte kërkuar falje familjarëve të viktimave përmes mbrojtjes. Nuk dihet nëse ky do të jetë sërish shëndrimi i tij apo do të shkojë rasti me pranim fajësie, pasi këtë nuk e tregoi as avokati i tij Jeton Maqedonci, i cili tha se nuk mund të deklarohet, me që nuk i ka pranuar ende shkresat e lëndës.